Proces me interese dhe ky, po ai si ai procesi Metës dhe ky ka interesin e tij. Tolan Balla do dëshmoj sot. Pa dyshim, është proces sepse maksimalizon vëmendjen e opinionit publik se lidhet me kryetarin e opozitës së vendit dhe jo vetëm me atë, por edhe me përgjegjësinë e familjes, dhe ajo që unë vrej është që ky proces gjithashtu po merr një dimension jo vetëm juridik, po dimensionin politik e ka në plan të parë. Se dhe komentet që bën prej zotit Balla, edhe mënyra se si e shkon në cilësinë e denoncuesit, por edhe të dëshmitarit, të sot në seancën gjyqësore për këtë gjë është të thirrur, nuk e përjashton atë që quhet koraca politike e një procesi, pavarësisht se sa i mëvetësishëm është ai në atë që quhet procedimi juridik. Profesor, dëgjoj profesor, thjesht do doja të kthesh edhe një herë tek Ilir Meta, se po përpunoj atë çfarë kishte thënë Tolan Balla, por doja të kthesh për ta mbyllur me Ilir Metën, aty ku e lam tek pjesa tek empatia dhe e lam tek pjesa e dytë, pra në dy dimensione, tek dimensioni i dytë u ndërprer. Po procesi ndaj Ilir Metës tashmë ka hyrë në fazën më edhe kulminante, por edhe më kritike. Them më kritike sepse kërkesa që parapriu ditën e djeshme prej tij për të gjykuar në kushte të tjera të jo më pas ka fazit. Po, është një gjë që e vën në provë ndjedhen ndjeshmërinë, por natyrisht edhe gjykimin e ftohtë të drejtësisë, në rastin konkret trupi gjykues, se ai e ka atë atribut për ta ndryshuar masën e sigurisë. Në një pjesë mirë të opinionit publik, kam ndjekur edhe gjatë ditës së djeshme, komentet, më shumë i kërkohet një ndjeshmëri për kushtet kur ka ndryshuar rrethanat, nuk e riskon në procesin për ta intimiduar apo për të kaluar në situata të tjera, kështu që do të ishte, le të themi, në të drejtën e vetë gjyqëtarit që ta evitoj dhe ta shmang një gjykim apo një ndjeshmëri të lartë publike i cili nuk ka të bëjë me subjektin e çështjes. Profesor Xhipa, shumë faleminderit. Alërsoj shumë kohën tënde. Përshëndes edhe të uroj një vijim dite sa më të mbar. Kalosh bukur. Faleminderit. Shkojmë në prerje shkurtër publicitare, rikthehemi sërish.